3 ditë pas nisjes së fushatës, SPAK ka zbritur në terren, ashtu siç ishte parashikuar në strategjinë e prokurorisë së posaçme për krimet e zgjedhore. Tashmë zyrat e SPAK-ut janë krijuar në 12 qarqe dhe 61 bashki të vendit. Një zyrë e SPAK-ut është edhe në qarkun e Kukësit. Sipas urdhrit të drejtuesit Altin Dumani, prokurorët së bashku me hetuesit që preset premtës kanë marrë kontakte me prokurorët e rrethit të Kukësit, ku mësohet se nga këta të fundit u është vënë në dispozicion edhe zyra ku do të qëndrojë për të koordinuar hetimet. Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit që është bërë me Prokurorinë e Përgjithshme dhe KQZ-n për parandalimin e krimeve zgjedhore, prokurorët e posaçëm që do të shoqërohen edhe nga agjentët do të analizojnë kallëzimet e referuara. Task Forca do të ketë një periudhë funksionimi që do të vijojë për 3 muaj deri në fund të majit. Task Forca e SPAK-ut do të përbëhet nga një strukturë qendrore dhe grupet hetimore të shpërndarë në terren gjatë periudhës zgjedhore, ku do të bëjnë pjesë prokuror, hetues të BK-s, hetues financiar, staf administrativ, mbështetës. SPAK thotë se fokusi kryesor i grupeve hetimore do të jetë në parandalimin dhe hetimin e përdorimit të administratës publike, infrastrukturës shtetërore dhe përfshirja e grupeve kriminale në proces zgjedhor. Një grup i posaçëm, hetues financiar dhe ekspertë të tjerë të fushës do të monitorojnë përdorimin e buxhetit dhe investimet publike, të cilat nuk lejohen të kryhen gjatë periudhës zgjedhore nga subjektet e posaçme.